Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me eklipsin diellor dhe hënën e re që është në shenjën e Ujorit. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videon e javës sepse aty përfshihet e gjithë java, videot e vitit 2026, videot e muajit, por dhe video me tema për dashurinë. Atëherë do shohim, do flasim pak në lidhje me këtë eklips dhe do hedhim dhe tarotin. Eklipsi është në datën 17, është një eklips diellor me hënën e re në shenjën e Ujorit. Gjithsesi, është një eklips që do sjellin ndryshime rrënjësore në jetën tonë. Ndryshime që ndoshta nuk i kemi menduar, do ketë dhe pasoja. Eklipsi është në boshtin luan ujor dhe kështu që do sjelli funde fatale, situata ose fillime që ju dëshironi t'i bëni, do keni një qëndrim më rebel gjatë kësaj periudhe, do ketë disa tensione, ndoshta ju mund të mërziteni gjatë këtij eklipsi, por do jeni të gatshëm të zgjoheni dhe të bëni ato ndryshimet e nevojshme në lidhje me gjithçka. Rregulloj pak kamerën sepse nuk është shumë drejt. Gjithsesi, është një eklips që do shkaktoj qëndrime rebele. Duhet i kushtoni vëmendje problemeve që ju keni. Do ndiheni sikur fundoseni, sikur po mërziteni, por ky eklips ndikon që ju të zgjoheni nga situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni. Mund të bëni fillime të reja ose do të jepni fund një situate, një njohje, një lidhje, një marrëdhënie, një pune, një çështje. Mund të merrni situatat nga më të ndryshmet. Gjithsesi nuk është për të trembur, kjo vjen për të bërë ndryshime, edhe pse mund të jenë ndryshime të padëshiruara, shoh që sepse krijon tronditje të madhe për të bërë ato ndryshimet që ju nuk keni planuar t'i bëni deri në këto momente. Gjithsesi do ndikojnë së tepërmi shenja e Demit, shenja e Luanit, shenja e Akrepit dhe shenja e Ujorit. Por do ndikojnë më tepër të lindurit në 10-ditëshin e tretë. Pjesa tjetër do ta kalojmë më lehtë këtë eklips. Ndikimet nuk janë njësoj, 8-10 ditëshet. Gjithsesi, unë do filloj të shoh tarotin në lidhje me se si do jetë ky eklips në lidhje me ju. Atëherë, marrim tarotin. Jemi te energjia e zjarit këtu, kemi energjitë shenjave të ajrit dhe kemi energjitë shenjave të tokës. Gjithsesi, kemi Mars, kemi energjinë e Marsit më tepër këtu. Ju shoh që ju jeni të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni kaluar. Mund të jenë situata në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Ju keni marrë eksperienca në lidhje me gjithçka dhe shoh që do jeni duke menduar seriozisht ndoshta për të bërë një zgjedhje ose për të gjetur atë vendin e duhur në lidhje me gjithçka. Kjo ka lidhje me punën, për një pjesë tjetër ku i vendosni qëllime vetes në lidhje me kontrata të ndryshme, por ju shoh që është një energji shumë e fortë këtu zjari, por ju do merrni dhe vendime të rëndësishme. Një pjesë prej jush ju shoh të pakënaqur nga situata të ndryshme. Ndoshta ju keni investuar shumë në një njohje, në një lidhje ose në një marrëdhënie, keni investuar shumë te puna juaj, nga ana ekonomike, në lidhje me dokumenta të ndryshme, mund t'i merrni situatat si i keni. Por shoh që do harrini të keni ide gjatë kësaj periudhe. Në lidhje me vendimet, nuk do merre vendime sepse është një periudhë që mirë është mos merre vendime, por duke i parë gjërat më me mençuri, më me logjik. Dhe këtu bëhet fjalë, ju mund të përballeni me një problem në lidhje me partnerin.
i vendosni qëllime vetes në lidhje me një problem të vendi punës, ose në lidhje me ndryshimet të mëdha që ju doni, në lidhje me financat tuaja. Ju shoh që do jeni duke menduar më logjikisht në lidhje me këtë. Thjesht sepse ju shoh këtu jemi te energjia e tokës, që kemi dhe anën financiare, ku ju mund të keni arritur deri në një farë standardi, do filloni të keni ide të tjera, por shoh edhe një lloj pakënaqësie në lidhje me situatat që ju keni. Dhe vazhdojmë, shohim çfarë na sjell energji e zjarit. Atëre, kemi energjinë e shenjës së demit, kemi energji të shenjave të zjarit përsëri. Ju shoh që ju do jeni në një situatë ku do t'i vendosni qëllime vetes tuaj. Shohim energjinë e shenjës së demit këtu në lidhje me duke u çliruar nga një lodhje e gjatë. Ndoshta mund t'ju ketë lodhur diçka në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, mund të jetë që ju mbyllni, çliroheni nga situata që mund të keni te vendi punës, nga ana ekonomike, por edhe situata të ndryshme. Gjithsesi do besoni te intuita juaj gjatë kësaj periudhe në lidhje me qëllimet tuaja, por gjithmonë duke u çliruar dhe duke i dhënë fund, ndoshta për të bërë ato ndryshimet e nevojshme, sepse ju dëshironi të bëni, dhe kjo do ndikojë në fakt ky eklips në boshin luan ujor, do ndikojë dhe në 2 vitet e ardhshme në lidhje me shenjën tuaj. Kështu që janë të nevojshme këto ndryshime, një mbyllje e diçkaje dhe fillimi i diçkaje të re. Gjithsesi, shohim në lidhje me energjinë e shenjave të ajrit, çfarë na sjellin. Kjo ka lidhje me pjesën e dokumentave, ka lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni. Mund të jenë situatat e vendit punës, mund të jenë situata me dokumentat, me çështje ligjore, me situata të ndryshme që ju keni. Mund t'i merrni situatat si i keni. Ju shoh që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi. Do filloni të përdorni pjesën e logjikës më tepër gjatë kësaj periudhe. Por ndërkohë ju shoh që dëshironi të hidhni hapa, të lini mbrapa të gjitha këto vështirësi që keni kaluar. Kemi dhe Saturnin që është në shenjën e Dashit, gjatë që hyn tani në datën 14. Kështu që shoh që ju do jeni më tepër, do fokusoheni te ndryshimet e mëdha që ju kërkoni. Në qoftë se ju kërkoni që të ndryshoni diçka në marrëdhëniet tuaja, atëherë është momenti i duhur për ta bërë këtë. Në qoftë se ju dëshironi të ndryshoni diçka në punën tuaj, atëherë është momenti i duhur, por shoh që ju keni pasur dhe shumë vështirësi. Kemi energji të shenjave të zjarit, të shenjës së bricjatit dhe shenjat e ajrit. Ju shoh që ju dëshironi të lini problemet mbrapa, kanë lidhje me ligjin, me shtetin, mund të kenë lidhje edhe me situata të tjera që mund të keni pasur, në lidhje me karrierën, me punën tuaj, dhe keni kaluar shumë vështirësi, ndoshta mund të keni dhe varësi të ndryshme, por shoh që këtu, në qoftë se ju do dëshironi që t'i lini mbrapa problemet që keni pasur, atëherë ju do filloni të hidhni hapa më të kujdesshëm në lidhje me çfarë do lloj situate që ju të keni. Dhe tham që kjo ka lidhje në lidhje me gjithçka. Ndoshta ju dëshironi të zgjidhni një situatë ligjore, atëherë ju do hidhni hapa të sigurta, keni marrë mësime në lidhje me situatat që keni, për të ecur përpara, ose në lidhje me punën, në lidhje me anën ekonomike, dhe do filloni të jeni më të organizuar, duke ndryshuar diçka në rutinën tuaj. Dhe vim te energjia e shenjave të tokës. Kemi energjinë e shenjës së tokës, ku ju ndjeni të pakënaqur, ju shoh, por ndërkohë kemi energji të shenjave të ujit, kemi dhe energji të shenjave të tokës përsëri. Atëherë ju shoh që ju dëshironi, ndjeni të pakënaqur, mund të ndjeni të pakënaqur në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për pjesën tjetër, ju dhe këtu kemi energjinë e tokës, energjinë e shenjës Virgjëreshës, ku juve do ndikoj shumë në lidhje me çështjet e punës, dhe kjo ka lidhje
edhe në lidhje me dashurinë, edhe në lidhje me çështjet e punës, me anën ekonomike, shoh shumë fort të lidhur me anën ekonomike, ku përfshihen shenjat e tokës më tepër. Ju do t'rregoni, do merrni disa para, ndoshta do krijoni ide gjatë kësaj periudhe për të ndryshuar diçka te puna juaj, ose për të sjellë ndryshime në biznesin tuaj, në karrierën tuaj, dhe unë shoh marrjen e disa parave me idetë që ju do keni gjatë kësaj periudhe. Dhe ju shoh që do merrni disa para, por dhe do jepni. Mund të jetë që ju jepni dhe merrni në lidhje me dashurinë, do t'rregoni pak të mbyllur. Mund të merrni një shumë të konsiderueshme parash, pastaj përsëri do merrni disa para dhe do jeni duke i shpenzuar. Mund të jenë pagesa fature, mund të mbyllni një kredi, mund të mbyllni një situatë ekonomike që ju mund të keni, ose mund të ndihmoni dhe persona të ndryshëm që mund të keni në jetën tuaj. Gjithsesi, vazhdojmë dhe shohim, do doja të merrja një tako tjetër. Atëherë, shohim përfundimin e kësaj energjie në lidhje me Atëherë, këtu kemi energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të ujit. Gjithsesi ju shoh që nuk e di, jeni në dilema, mund të jeni në dilema në lidhje me një dashuri, mund të jeni në dilema në lidhje me punën tuaj, mund të jeni midis dy punëve, dhe këtu jemi përsëri te energjia e shenjave të tokës, është një lloj karme në lidhje me ju, mund të jetë dhe një karme trashëguar nga familja, por ju shoh që ju ndiheni shumë të lodhur psikologjikisht, keni nevojë për një qetësi, të qetësoheni për t'i dhënë drejtim situatave. Dhe kemi energjinë e shenjave, mund të jepni drejtim ndoshta këtyre dilemave që keni, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën nga ana ekonomike, por te energjia e shenjave të ujit shoh që jeni shumë ndrimtar gjatë kësaj periudhe, mund të jetë energjia e shenjës gafores, peshve, por edhe akrepit, por ju shoh që është tek ju do ndikoj, në fakt ndikon më tepër te 10 ditëshi i tretë. Duhet keni kujdes të lindurit në fund të 10 ditëshi të tretë që do ndikoj. Dhe do ndikoj në lidhje me zhvendosjen. Ju mund të keni zhvendosje shtëpie, ndryshime të mëdha gjatë kësaj periudhe, sepse ky eklips diellor dhe kjo në re në ujor është në katror me Uranin, kështu që mund të jepni mund të jeni duke ëndërruar në lidhje me këtë zhvendosje, ose ju mund të keni ëndra, iluzione në lidhje me punën nga ana ekonomike, dhe ju shoh të kapur në lidhje me ndryshimet që ju doni të bëni. Atëherë, shohim përsëri energjinë përfundimtare. Dhe jemi te energjia e shenjave të tokës, energjia e shenjës së luanit që na del në fund. Gjithsesi ju shoh që dëshironi të investoni, mund të dëshironi të investoni në një njohje, në një dashuri, në marrëdhënie tuaja, për t'i forcuar ato. Për pjesën tjetër shoh që dëshironi të stabilizoni ose të rrisni anën tuaj ekonomike. Por keni kaluar shumë sfida në lidhje me këtë, si në lidhje me dashurinë, me punën, me anën ekonomike, dhe ju dëshironi të stabilizoni diçka, duke ndryshuar dhe duke stabilizuar diçka. Por ju shoh që do qëndroni fort në këmbët tuaja. Ndoshta këto sfida ju kanë bërë më të fortë, kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me një pronë, ose në lidhje me një fillim të ri profesional, mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Gjithsesi, ju gjeni forcën për të qëndruar në këmbët tuaja dhe për të ecur përpara në lidhje me çfarëdo lloj situate që të keni. Dhe hedhim përsëri. Disa prej jush, shoh që i kemi energjitë shenjave të tokës, të ujit, edhe energjinë e shenjës së demit, peshores, shijetarit. Atëherë ju shoh që jeni duke studiuar situata të ndryshme, jeni përqendruar te gjërat që keni humbur në jetën tuaj, ose këto ndryshime, shoh që nuk i pranoni shumë ndryshimet, por ato do vinë, sepse ju jeni përqendruar te humbjet.
Mos u përqendroni te humbjet, shikoni mundësitë dhe ofertat për të ndryshuar gjërat që ju dëshironi gjatë kësaj periudhe. Dhe shoh fillime që do marrin zhvillime shumë të mira, por janë fillime të studiuara mirë. Mund të jetë fillimi një pune të re, fillimi i një dashurie të re, mund të jetë që të marrin zhvillime të mira. Në qoftë se ju dilni nga këto humbje, dështime që keni pasur në jetën tuaj, shoh që ju do shkoni mundësitë dhe ofertat në lidhje me ndryshimet që do vinë për të bërë këto fillime të reja. Kjo mund të jetë edhe në lidhje me studimet për një pjesë tjetër, në lidhje me dokumenta të ndryshme, ose në lidhje me shtëpinë, me familjen, me prona të ndryshme, ose në lidhje me ligjin, në lidhje me shtatzani. Kemi shtatzani gjatë kësaj periudhe. Te shenjat e ujit mund shoh që ju mund të mendoni që keni humbur mundësitë në lidhje me një shtatzani, ose ju nuk keni mundësi që të realizoni, por shoh që do jetë e realizueshme kjo. Por dhe në lidhje me fillime të ndryshme që ju do keni. Dhe marrim një mesazh nga angjit dhe shohim se çfarë ju thonë në lidhje me këtë eklips. Atëherë kemi numrin 0 këtu. Është një moment besimi, thot, ndiqni ëndrat tuaja. Mos i largoni mundësitë që do t'ju jepen gjatë këtij eklipsi. Dhe këtu ka lidhje si në lidhje me dashurinë. Nëse ju jeni duke ëndërruar, atëherë ndiqni ëndrat tuaja, filloni diçka të re, një njohje të re për të gjithë ata që janë të lirë. Ose ndiqni ëndrat tuaja në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, në lidhje me ndryshimet e mëdha që do vinë në jetën tuaj, me karrierën, me situata dhe dhe çështje të ndryshme që kanë të bëjnë në lidhje me dokumentat, në lidhje me shtëpinë, me familjen, ose dhe në lidhje me mundësitë të tjera që do t'ju jepen. Thjesht mos largoni mundësitë gjatë kësaj periudhe. Ju do realizoni gjërat që keni ëndruar deri tani. Dhe marrim dhe një mesazh tjetër dhe kemi numrin 11, që është numër shpirt rabinjak, mund të them. Dhe ju thot, ju keni një energji të jashtëzakonshme, pastroni situatat e vështira që keni pas në jetën tuaj dhe mërzitjet që ju keni pas në jetën tuaj. Falni dhe ecni përpara, ju thot. Është një mesazh shumë domethënës, edhe pse ky eklips vjen që të trondit themelet në lidhje me gjithçka, atëherë ju ndiqni ëndrat tuaja, falni, e keni energjinë e nevojshme për ta bërë këtë, për të lënë mbrapa vështirësitë, po dhe mërzitjet që ju keni kaluar, të falni dhe të ecni para. Ky është mesazh nga ëngjëjt që do t'ju mbështesi në lidhje me ëndrat tuaja, por dhe me ndryshimet e mëdha që ju do bëni. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, videot me tema për dashurinë, por ju mund të ndiqni dhe videot e vitit 2026, sepse aty përfshihet i gjithë vitit. Shikoni se si do shkojë viti për ju. Atëherë ju uroj një mbasdite të këndshme, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, dëgjojmë në videot e radhës.